Përshëndetje miqtë e mi, gjendemi në një ambient vërtet shumë të këndshëm dhe shpresdhënës. Jemi duke vazhduar misionin tonë përbashkët në luftë kundër kancerit të gjirit dhe ndërgjegjësimin kundrejt sëmundjeve tumorale. Kjo konferencë ka për qëllim lançimin e një medikamenti të ri, i cili ka dhënë rezultate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tashmë do të jetë mundur dhe për pacientët shqiptar. Nëse flasim për të sëmurët me kancer gjiri, kryesisht ato janë femra në përqindjen më të madhe, i ndajmë në dy kategori. Në femra të sëmura me kancer gjiri dhe ato që janë në një fazë metastatike ku kanceri është më i përhapur. Dhe sigurisht ky medikament targeton këtë përqindje që shkon deri në 30, pra rreth 30% e grave të sëmura me kancer janë në fazë metastatike të përhapura në organe të tjera jetike. Dhe të zgjasësh jetë në një fazë të tillë është vërtet shumë e rëndësishme. Mjek shqiptar të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, konkretisht të Spitalit Onkologjik, por edhe mjek të huaj, do të referojnë në këtë konferencë, do të japin më tepër informacion dhe më tepër shpresë për jetëgjatësinë e të sëmurëve ose të kësaj kategorie të sëmurësh. Ne do të mundohemi që të përcjellim gjithçka këtu dhe të sjellim dhe mendime të drejtë për drejta për sa i përket kësaj shprese të madhe që tashmë është e mundur dhe për pacientët shqiptar. Sa herë bëhet fjala për kancerin e gjirit, bëhet fjala për historinë njerëzore, për jetë të dëshpëruara, por që tashmë nuk do të jenë më të tilla. Shoqata e Onkologjisë Profesioniste të Shqipërisë vuri një gur themeli për pacientët që vuajnë nga kanceri metastatik i gjirit në Shqipëri. Në prani të një numri të madh mjekësh dhe stafi mjekësor, ata diskutuan për rëndësinë e kancerit metastatik të gjirit dhe mundësinë e re për trajtimin e kësaj sëmundje. Shqipëria është një nga shtetet e para në Evropë zgjedhur për të përfituar nga mundësia e re për trajtim, duke ndjekur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ndryshimet në trajtimin e kancerit metastatik të gjirit filluan më herët gjatë këtij viti. I pranishëm në konferencë ishte edhe mjeku nga Italia, Dr. Luca Malorni nga Departamenti i Onkologjisë Santo Pitiliani në Spitalin e Pratos Santo Stefano. Dr. Malorni foli për terapinë e re dhe qëllimet e trajtimit për gratë me kancer metastatik të gjirit, duke nënvizuar se shumica e pacientëve me kancer të avancuar të gjirit i përkasin tipit ER pozitiv HER2 negativ. Ai ka vlerësuar se kanceri metastatik i gjirit përfaqëson një barë të madhe tek gratë pas menopauzës. Ai ka ndikime të konsiderueshme mbi performancën, cilësinë e jetës dhe produktivitetin në punë. Shfaqja e sëmundjes rritet me rritjen e moshës. Trajtimet aktuale kanë kufizime, duke përfshirë rezistencën në zhvillim dhe toksinat që kanë një ndikim negativ në cilësinë e jetës së pacientit. Bazuar te një mekanizëm i ri për veprim, trajtimi i ri i mundshëm përmirëson reagimin në këtë grup pacientësh me efekte anësore shumë më të menaxhueshme. Kjo reflektohet në mbijetesën më të gjatë të pacientëve dhe në një cilësi jete më të mirë. Në këtë konferencë ishin prezent përpalën shqiptare dhe zoti Agim Sallaku, shefi i shërbimit të onkologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, Spitali Onkologjik Tiranë. Zonja Dhurata Tarifa, shefe e shërbimit të kimioterapisë në Qendrën Spitalore Universitare pranë Spitalit Onkologjik Tiranë. Miqtë e mi, tashmë jemi së bashku me zotin Agim Sallaku, shefi i shërbimit të onkologjisë në Spitalin Onkologjik pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Profesor, faleminderit që po na kushtoni disa minuta. Në fakt do donim të hynim direkt në thelb të bisedës. Cili është qëllimi i organizimit të kësaj konference? Ku synon ajo? Qëllimi i organizimit të kësaj konference është që ne sot po lançojmë një preparat të ri target i cili është provuar që të jetë efikas në fazën metastatike të kancerit gjirit. Por jo vetëm kaq, për të treguar disa të dhëna ku është situata e kancerit gjirit, çfarë ne mund të bëjmë më tepër për pacientët, si mund të ulim vdekshmërinë, me çfarë mënyrash ku jo vetëm zbulimi i hershëm, por edhe metodat e reja të trajtimit me metoda ndryshme, por në këtë rast me medikamente, mund jo vetëm të përmirësojnë cilësinë e jetës, të zgjasin jetën, por në mjaft raste sot medikamentet mundet të shërojnë në mënyrë definitive një të sëmurë me kancer. Mund të bëjmë një diferencë midis të sëmurëve me kancer dhe atyre në fazë metastatike të kancerit gjirit? Sigurisht, në grupin e të sëmurëve janë një grup të sëmurësh që shërojnë në mënyrë definitive, për shumë arsye që janë zbuluar herët dhe që metodat e trajtimit janë treguar shumë efikase. Por fatkeqësisht ende një pjesë pacientësh evoluojnë në faza metastatike, çka do të thotë që sëmundja fillon përhapet në organe të ndryshme dhe deri pak kohë më përpara mjaft prej tyre ishin të destinuar të kalonin një jetë me vuajtje, me dëmtime dhe sigurisht humnin jetën.
sot falë zbulimeve të reja që kompanitë farmaceutike dhe bota akademike dhe shkencore po bën, është parë që këta të smurë nuk janë kurdoherë pa shpresë, janë të smurë që mundet të vazhdojnë në mënyrë të rëndësishme jetën e tyre, falë mjekimit, dhe të kenë jo vetëm shërime të pjeshme, por shpeshherë dhe shërime afatgjate, në mënyrë që të jenë përsëri të disponueshëm në të gjitha aspektet në jetën e tyre të përditshme. Do të ndalem pak te ky medikament që është qëllimi, një nga qëllimet e këtij takimi të sotëm. Si është provuar ky, çfarë rezultatesh ka dhënë, ku është tentuar dhe çfarë synohet? Sigurisht kompanitë para se të japin të dërgojnë në treg prodhimet e tyre, kalojnë në disa faza studimi, dhe këto faza të rëndësishme kanë kaluar, çka ka bërë që Food and Drug Administration e ka regjistruar si preparat tashmë të përdorshëm për pacientët me kancer. Dhe sigurisht një nga arsyet është neve të japim botës profesionale të mjekëve që preparatet e reja vazhdimisht po dalin dhe preparatet kanë këtë efikasitet. Dhe në rastin konkret, efikasiteti është shumë i rëndësishëm. Kanë dhënë një rritje të mbijetesës deri në 20 muaj në krahasim me medikamente të tjera. Ku është provuar, në cilat shtete? Është provuar kryesisht në Shtetet Bashkuara, po trajalla të rëndësishme janë bërë nga gjermanët dhe nga studiues të tjerë në vende të ndryshme. E rëndësishme është që është regjistruar në vendin tonë, është disponibil për këta pacientë dhe besoj që jo shumë larg do kemi dhënë të dhënat tona mbi përdorimin dhe rezultatet e këtij medikamentin në pacientët tanë. Në çfarë mënyrë është menduar që të futet ky medikament, sepse dihet se herë që flasim për smundje tumorale, kosto është e lartë? Sigurisht kosto është vazhdon të jetë e lartë, por nuk është më shumë e lartë se sa shumë medikamente që përdoren prej vitesh në klinikën tonë, në shërbimin tonë. Fatmirësisht kemi pasur rritje fondesh të rëndësishme në këto 2 vjet. Dëgjova dje një lajm të mirë që dhe fondet për shëndetësinë në vitin tjetër do jenë më të larta dhe ne shpresojmë që të plotësohemi gjithnjë më mirë me këto preparate për të mirën e pacientëve dhe për të na mundësuar neve gjithçka që dimë për një përmirësim më të tejshëm real të pacientëve. Sigurisht që kur bëhet fjala për një medikament, kuptohet vetëm një hallk e zinxhirit trajtues të sëmundjeve tumorale dhe të kancerit të gjirit në mënyrë të veçantë. Ju vetë jeni mjek radiolog, keni koleg kirurg, keni koleg të hallkave të tjera. Sa ndihmon dhe sa rrit përqindjen e suksesit ky ilaç në këtë luftë të përbashkët, le të themi? Sigurisht është një preparat që përdoret jo te gjithë pacientët metastatik. Përdoret ke një pacient i cili ka disa karakteristika që merren nëpërmjet imunohistokimisë, pra biopsisë dhe disa vlerësime imunohistokimike, të cilat kanë disa ndryshime genetike, të cilat i përgjigjen këtij pacienti. Pra përdoret, por numri i pacientëve që përdoret është shumë i madh. Kështu që përfitimet mendoj që do jenë të rëndësishme, kemi mjaft pacientë. Nuk do t'ju marr më tepër kohë sepse di që impenjimi sot është shumë i madh, gjithsesi ju falenderoj për mendimet dhe shpresoj që kjo të jetë një sinjal pozitiv për gjithë ata që na ndjekin. Shpresojmë shumë, faleminderit. Faleminderit juve. Zonja Durata, faleminderit që po na kushtoni pak kohë me gjithë këtë impenjim të madh sot. Faleminderit edhe ju. Do doja që të përqendroheshim pak te qëllimet e kësaj konference dhe cilat janë risitë që ajo përcjell. Konferenca e sotme është një konferencë mbar kombëtare dhe ndërkombëtare. Topika e saj është zhvillimet e reja në trajtimin sistemik të kancerit të gjirit. Dihet që trajtimi sistemik është trajtimi i kohës, i cili ka zhvillime të reja në vazhdimsi, të cilat shkojnë pothuajse paralel me zhvillimet e reja që bëhen në biologjinë molekulare, të cilat sillin si pasojë zhvillimin e medikamenteve që veprojnë në procese të veçanta të qelizave tumorale në pacientë ndryshëm në diagnozën e kancerit të gjirit.
Ajo që na bën përshtypje është që i shohim një mori mjekësh nga të gjitha specialitetet që janë pjesë e zinxhirit trajtues të kancerit apo jo. Besoj trajtimi do trajtohet në disa aspekte, le të themi, dhe si pjesë multidisiplinare e kësaj sëmundje. Po, diagnoza e kancerit vihet në shumë klinika dhe shërbime, kryesisht në ato kirurgjikale, të cilat diagnostikojnë dhe gjithmonë për trajtimin e tyre lokal të mëtejshëm apo dhe ato sistemik dërgojnë në shërbimin e onkologjisë, ku stadifikohen dhe në bazë të stadit dhe të tipit të tumorit bëhet edhe mjekimi përkatës. Zonja Dhurata, kur flasim për trajtimin dhe për të rejat në trajtim, gjithmonë nuk bëhet fjala vetëm për kimioterapin, besoj, ka të gjitha hallkat preken bashkarisht, le të themi, dhe në bashkëpunim. Në trajtimin sistemik, kimioterapia është ajo që është zhvilluar më e para, pra të them më e vjetra, e cila është pasuar më pas me trajtimet hormonale, me trajtimet biologjike, që ne quajmë trajtimet të targetuara. Dhe sot gjithnjë më shumë po zhvillohen pikërisht këto trajtimet antitrupat monoklonale apo terapit biologjike që ne i përmbledhim në terapi të targetuara apo të personalizuara. Doktoresh, për sa i përket kësaj pjesëmarrje në këtë konferencë, shohim që ka mjek shqiptar, por dhe të huaj. Mos ndoshta kjo përballje me përvoja ndërkombëtare na bën mirë, ku synohet? Po, shpikërisht vlerat e këtyre konferencave shtohen kur në to marrin pjesë edhe mjek të huaj, të cilët sjellën eksperiencën e tyre pikërisht për këto medikamente, sepse në vendet perëndimore këto medikamente janë futur më parë, të them, në përdorim. Ato mund të kenë marrë pjesë edhe në zhvillimin e këtyre preparateve, pra në research që bëhen, kështu që me sa jam unë dienist, ka dhe mjek të huaj nga Italia që do paraqisin përvojën e tyre lidhur me përdorimin e këtyre preparateve. Zonja Dhurata, shoh që këtu sot epiqendra është kryesisht tek mjekët e spitalit onkologjik, pjesa e qendrës spitalore universitare. Qasja juaj cila është me këtë, le të themi, nisëm të mjekëve të huaj? Dihet që shërbimi onkologjik është i vetmi shërbim shtetëror publik në Shqipëri, ku aty paraqiten të gjithë pacientët me diagnozën e kancerit të gjirit dhe të organizuar në skuadër të gjithë mjekët marrin pjesë në konsultën e madhe që ne bëjmë për çdo pacient, ku përcaktohet protokolli i trajtimit për secilin pacient, sepse çdo pacient ka një mjekim të personalizuar që përcaktohet në skuadër me të gjithë specialistët e shërbimit onkologjik. Kemi informacion për një statistik, nuk e di në ma konfirmoni apo jo. Në fazën trajtuese të kancerit të gjirit ose në gratë e prekura me kancerin e gjirit, rreth 30% kanë predispozit metastatike. Nuk e di sa saktë është kjo, po synohet drejt një trajtimi në lidhje me këtë përqindje grash? Kjo ka të bëjë me paraqitjen e grave në momentin e parë, në çfarë stadi ato paraqiten. E kam thënë dhe herë të tjera që stadi në të cilën paraqiten gratë gjithmonë e më shumë po ulet. Pra dikur nëse në vitet 80-90 vini stade të 3-ta dhe të 4-ta, mbizotëroni këto stade, mbas viteve 2000 po ndrohet raporti i stadit të cilën po paraqiten gratë, pra gratë gjithmonë paraqiten në stade më të hershme, sidomos në stadin e dytë. Megjithatë, në këtë drejtim ka shumë për të bërë akoma, që ne t'i afrohemi vendeve perëndimore ku diagnozat janë stadit më të hershme sigurisht. Faleminderit, nuk po e marrim më tepër kohë, do ta ndjekim konferencën, do të shohim gjitha konkluzionet që do dalin në të. Punë të mbarë. Faleminderit, edhe ju ditë të mbarë.